Nga viti i ardhshëm, EMV do të sigurojë për furnizuesin universal maksimum 70 në vend të 100% të energjisë elektrike të nevojshme për furnizimin në ambisrive dhe konsumatorëve të vegjël. Kjo është pjesë e obligimeve të përcaktuara me agjendën reformuese. 30% të mbetur do të duhet të sigurohen në tregun e hapur ku çmimet ndryshojnë. Por Ministria e Energjetikës Sanja Bozhinovska është optimiste. Thotë se duke qenë se çmimi i rrymës në bursa aktualisht është zero dhe ka energji të mjaftueshme, pret ulje të çmimit të energjisë për qytetarët. Por nëse ka luhatje, thotë se megjithatë ekziston plan. Како се нула во овој период и колку многу има повеќе електрична енергија и дека веќе Грција извезува, јас мислам дека може да се очекува намалување на овие цени, меѓутоа тоа е сепак берза, што значи на берза може да има и скокови и падови, меѓутоа некој тренд е дека сега има многу ниски ceni i nulli. Për momentin nuk dihet cilat do të ishin ndryshimet e mundshme të bllokeve tarifore për energjinë elektrike, të cilat u vendosën gjatë krizës së mëparshme energjetike. Deklarata e parë e kryetarit të ri të Komisionit Rregullator për Energjetik ishte se ato do të rishikohen. Bozhinovska është e vendosur se ky është vendimi i rregullatorit, por nëse kërkohet, do të japin mendimin e tyre. Овите беа донесени кога цените на електричната берза изнесуваа 700-800 евра за мегават час. Сега имаме комплетно друга слика, односно имаме цени нула. Регулаторната комисија за енергетика е одговорна за блоковите. Они ги дефинираат, они прават истражување и што се случува. Ако не повикаат, ние секако ќе дадеме наше мислење, меѓутоа целта е една и единствена, граѓаните да имаат пониски сметки, што се надевам дека и регулаторна го има тоа. Со овие ефтини сега што ги гледаме цени, се надевам дека би можело да има некоја. Aktualisht për ambisrit dhe konsumatorët e vegjël, EMV ja shet furnizuesit universal energjinë elektrike me çmim prej 65 euro për megavator, ndërsa çmimi i prodhimit të kompanisë është rreth 100 euro. Ky çmim në vend që të vlej për gjysmë viti si më parë, do të vlej për gjithë vitin 2026. Korrigjimi i ri i çmimeve të energjisë elektrike do të bëhet vitin e ardhshëm.